Allahu i lartësuar e krijoi këtë gjithësi, e krijoi qiellin edhe tokën me drejtësinë e tij absolute. Është Allahu krijuesi i çdo gjëje dhe nuk ka zot tjetër i cili e meriton adhurimin, bindjen dhe nështrimin vetëm se Allahu subhanahu wa taala. I krijoi Zoti i gjithësisë gjitha krijesat. Dhe gjitha krijesat të mbledhura së bashku janë shumë të vogla para Zotit të gjithësisë. Gjitha krijesat, qielli, toka, dielli, hëna, malet, detrat, njerëzit, kafshët, gjindët, melajket, gjitha me radhë, janë shumë të vegjël para Zotit subhanahu wa taala. Allahu i krijoi këto krijesa dhe përzjodhi në mesin e tyre. E përzjodhi një krijesë më të lartë, e përzjodhi njeriu. Të përzjodhi Zoti ty edhe mu si krijesën më të mirë dhe tha në Kur'an, Bismillahirrahmanirrahim, laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim. E kemi krijuar njeriu në formën më të mirë. E kemi krijuar njeriu në formën më të bukur. Allahu të ka bërë të zjedhë, Allahu të ka zjedhë dhe të ka